ky parlament nuk mund të ketë në qoftë se mban parasysh interesat e qytetarëve shqiptar në agjendë asgjë tjetër veç se vjedhjet e binomit Rama-Balluku. Çështja e dytë që ky parlament duhet të debatojë dhe të japë zgjidhje është çështja e naftës. Kreu i juaj ju deklaroi socialistëve në lushnje se Europa nuk subvencionon më naftën. Një mashtrim të turpshëm, të pa skrupullt, dhe ju që qeshi, ju bëni sklavin këtu, sepse sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionojë naftën për fermerët.